Rute optimist, NATO-ja do të fitonte çdo luftë nëse sulmohet. Rusia po poson humbje trondice në Ukrainë, deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, duke vlerësuar se rreth 65.000 ushtarë rusë janë vrarë gjatë 2 muajve të fundit. Në një tyrez trumbullakët me gazetarë në kuadër të konferencës së sigurisë në Munich, Rutte theksoi se NATO mbetet mjaftueshëm e fortë për të penguar çdo përpjekje të Rusisë për sulmuar një vend antar të aleancës. Ne do të fitonim çdo luftë me Rusinë nëse ajo do na sulmonte tani dhe duhet sigurohemi që e njëjta gjë të vlejë edhe pas 2, 4 apo 6 vitesh, u shpreh ai. Rutte nënvizoi se fuqia parandaluese e NATO-s mbetet e besueshme dhe se Moska nuk ka interes të hapë një front të drejt për drejt me aleancën. Për sa i përket debatit në Evropë për forcimin e parandalimit bërthamor, pas njoftimit të Gjermanisë se po zhvillon diskutime me Francën mbi këtë çështje, Rutte sqaroi se asnjë vend evropian nuk synon të zëvendësojë mbledhjen bërthamore të Shteteve të Bashkuara. Mendoi se çdo diskutim në Evropë që synon forcimin kolektiv të parandalimit bërthamor është pozitiv, por askush në Evropë nuk mbështet idenë se kjo do zëvendësojë mbledhjen bërthamore të SBA-s, deklaroi ai.